Nuk ka dyshim se madhrimi i Allahut Azza wa Jall është baza e imanit dhe burimi i çdo adhurimi të sinqert. Nëse don mu koni sinqert, domethënë duhet me madhru Allahun Azza wa Jall. Kur zemra e nje madhështinë e Allahut Azza wa Jall, ajo përkulet me përullësi dhe nuk guxon ta kundërshtoj Allahun Azza wa Jall. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Wama qadarullaha haqqa qadrihi", ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Suratul Zumar, ajeti 67. Pra ky ajet flet për ata që nuk e vlerësuan Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu siç duhet. Dhe ta shtojmë shqyr Zotit, po nuk është kështu. Nuk ka vetëm me thonë shqyr Zotit, jo. Nuk dojmë veç me lujt venin. Mirë po, nëse thojmë na për madhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë duhet me madhru ashtu sikur që shlyp Allah subhanahu wa ta'ala.